Gropat dhe balta dominojnë pjesën më të madhe të rrugës dhe stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç, një rrugë e cila, krahas personelit të këtij stacioni, shërben edhe për rreth 500 familje, sipas banorëve të zonës. Rruga u hap për shtrimin e tubacioneve të ujit të pishëm dhe kabllove elektrik, ndërkohë që për rregullimin e saj nuk është punuar ende. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e Bashkisë së Shkodrës për t'i dhënë fund kësaj gjendje. Tash 13 vjet është shtunë si gjendje, po si kanë ullë tash 2 vite gjys nuk kanë ullë asnjëherë. Se kena mojt vetë, tonë banorët kanë investuar, kena mojt me qakull me gjana. Tu s'ka munduar kush kur asnjëherë. Tu më bon vetëm gërmina në këtë zonë edhe kush qakull asën mund si të në s'ka. Këtu janë mund 2 lloj tubash, po, se janë prish 2 rruga për ujin. Kurse edhe për shtëpia edhe për qytetin. Bashkia me bon asfalt këtë rrugë, se kilometër rrugë është. S'ka ma tepër. Po në përdit e prish i përdit. Merë këtu, del atje, të ne kanë lënë të hapë. Këni pa dhe qytetin vetë si janë në zhenje për firmës. Unë nuk e kuptoj këtë pjesë si mund figurojnë kështu. Mos me i ra kur kush më rapa me shtregu për këtë pjesë. Rrugën Manzi s'ka, qilin kanalin, mëllin kanalin, smija shkos, nuk do të me qua me qizbe, se s'punë me shkos pej ujtë. Që të gjonë që me thonë, që ka ban vaki mos me ra, dhe ma shumë banorë se ka i të s'ka kërkun. Mund shim me në bojnë këtë rrugë, për leja të s'kanë qatë bojnë tjetër. Ta kanë fut tubat e dritave, kanë fut tubat e ujtë, i qilin sa të vine qilin nesër, i kanë lanë rrugat që veç pa hangër qenë, s'ka makinë që vjenë. Në kërkojmë me në bojnë asfalt, që se vendorë shteti. 500 familje i keni këtë rrugë, s'ka banë kush dur. Edhe bëllë kestion, kanë prish edhe me kanale. Në kërkojmë me në punu rrugën, me në shtru rrugën, si të në tjertë. I kanë shtruën atje në grudën, a ne kanë shtruën shumë vena, edhe na jemi popullësia madhe për i dhëtë. Vite më parë, kjo rrugë nisi të asfaltohej, por pas 800 metrash punimet u ndërprerën, duke theksuar se do t'ishte loti i dytë, ai që do të rregullonte deri tek stacioni i pompave. Megjithatë, pas 3-4 vitesh pritje për lotin e dytë të Bashkisë së Shkodrës, u ndërhyi për fuqizimin e rrjetit të ujit të pishëm dhe atij elektrik. Sot rruga ndodhet në këtë gjendje, ku dominojnë gropat, uji dhe balta.